Amma ba'd, falenderimet dhe ladrimet I takojnë vetëm Allahu Azza wa Jall. Salavat dhe selamat I dërgojnë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira Allahu Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si qerë besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në ligjëratën e radhës. Tek cikli ligjëratëve të namazit të natës, ku jemi duke komentuar një hadith shumë të rëndësishëm të pejgamberit alayhi salatu wassalam, I cili hadith na tregon dhe na flet për 7 mëkate shkatruese. E kemi zgjedhur këtë hadith me komentu për shkak se këto mëkate zakonisht gjenden prezent në çdo vend edhe në çdo shoqëri. E përderisa gjenden prezent normalisht është mirë që me I trajtu. Pavarësisht a kemi mundësi me një gati këtyre gjërave apo nuk kemi mundësi, më rëndësishme me sqaru, edhe mos me lënë diçka pa e sqaruar. Jemi në mëkatin e radhës, I cili është mëkati I 6 në këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe ky mëkat është ikja nga fushbeteja apo nga llahtaria e betejës së luftës. Mjekti shpinën shokëve, mjekti shpinën e prore që e ka flamurin e udhëheqjes në betejë. Kjo fe islame është fe gjithë përfshirëse, nga se nuk le asnjë burë tjetës, kush jetës e njeriu pa trajtuar në detaje. Në islam nuk ka diçka s'po di ç'është më sjell, s'po di ç'ka më fol, s'po di ç'ka më vepër. Nga sa Allahu Azza wa Jalla ka sqaruar gjërat në detaje. I ka evidentuar shumicën e tyre në Kur'an, e disa prej tyre ka sqaruar përmes sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Na di që fjala Islam, përposa do të thonë në shtrim për ulje ndaj Zotit, do të thonë edhe paqe. Dhe Islami flet për paqe vazhdimisht, nxit për paqe, por edhe flet edhe anën e kundërt të paqes. Ajo është lufta, e cila shpesh bëhet pa dashje nga ana e njerëzve. Po flas njerëz të rëndom, po flas për ato që planifikojnë politikisht këto çështje. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë ka thonë mos e kërkoni luftën. Mirë po kur vjen lufta, ata çndroni stoik dhe mos dezertoni dhe mos kërkoni. Islami është sistem I ligjeve. Islami ka rregulla. Përpoqë në kohë të paqes ka sqaruar ç'është më sjell, ka nxjerrë për misioне edhe në kohën kur llahtaria e përçarjes, e hakmarrjes, e luftës është kulminacioni më I lartë, edhe këtë çështje Islami ka vendosur rregulla dhe dispozita. Çka ka vendosur rregulla dhe dispozita që nuk I respekton sot kurkush në botë. E para është sa që ka nisë një ekspedit nga mesa në ushtri, ka thënë mos prekni gra, mos prekni fëmijë, mos prekni pleq të shtyp në mosh, mos prekni njerëz të hendikepuar, mos rrezoni çështje fetare, dhe ndërtesa fetare. Edhe ka thonë mos I luftoni ata që I çojnë durt edhe dorëzojnë. Pojnë na, veç kemi mjeqë këtu, me fëmijë, me gra, me pleq, na sportojnë. Edukat ma të lartë, se në këtë formë që ne ka eduku Islami s'mu me gjithë kur do të lypim, kësi edukat të lartë nuk kemi mundësi me gjithë. Thjesht me të ka thonë që beteja është për burra, nuk është për gra, me të kalëzun që nuk është për plesh, nuk është për fëmijë. A këta në kategori që ata apaj ka përjakështu nga lufta. Kush jetë ti me I prejtë këtë kategori edhe me I fut me zonë, me dhurë luftë. Andaj, Islami në ka treguar që ka marrë kohë dhe momentin që ka njerë, do thotë, duhet me luftu. Ka njerë duhet që me mbrojt derin, pasurin, vendin, duhet me mbrojt fenë, dhe kjo nuk ka mundësi me bënë ndryshe pas përmes luftës apo gjihadit në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Fjala gjihad zakonisht kesh përdoret nga shumë njerëz, manipulohet me to. Nga armiqtë e Islamit manipulohet se dëshirojnë me akuzuar këtë drejtim Islamit. Edhe nga disa njerëz të cilët I mbiqen Islamit e kesh përdorin këtë term. Dhe normalisht lufta përfshin do thotë shumë aspekte, vetëm lufta kundër armikut. Lufta kundër, do thotë nefsit, sabri për pjekja për ta
mbajtje fenë e Zotit, lufta kundër egos, kundër epshit. Nuk është veç luftë me ka armën edhe me luftu. Se ato ndoshta ka mundësi me bua i cilë është i fuqishëm aspektin trupor, por është i dopt aspektin e imanit, besimit. Andaj pejgamberi sa kur ka luftuar insanin, ka thonë i fuqishëm në Islam është ai i cili e va vetën intelegado, e kontrollon vetën, bën luftë me vetën kur është nervoz. Nuk është i fuqishëm ai i cili shpërthen edhe i tregon mësues. Andaj lishmëria e luftës kundër Allahut azza wa jalla, e xhihadit është lishmëri e kahmoshme dhe kjo mbetet deri në ditën e gjykimit. Mirë po Islami ka dëshmuar se edhe pa luftë është përhap kjo fe. Për shembull Spajnë, tregtarët arab që kanë tregtuar me tregtim Spajnë, shumica e spanjollëve, sidomos në Kordova, në Malaga, në Levante, e kanë pranuar Islamin prej arabëve pa luftë pa kurrësh, për shkak të edukatës së lartë. Me tregu që Islami nuk e ka synim parim luftë, po djenjat e dera, armiku, do thonë duhet me thonë që ka fukura, që mbrojnë këtë vend, mbrojnë këtë fe, mbrojnë këtë vatan, këtë derë, këtë pasuri, ka mbrojnë që nuk dorëzohen letë. Pra ka syja Allahu azza wa jalla ka thonë wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Bon sabër nëse Allahu azza wa jalla e ka caktuar në luftë. Apo sabër, nga se ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam jemi mbi shkëlqyen tonë. Edhe thotë madhëria Allahu azza wa jalla kur dëshiron me shku të thotë me mbrojtjen e Zotit xhelalu ala. Andaj Allahu azza wa jalla ka treguar që udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimun. Allahu azza wa jalla thotë Zoti xhelalu ala atyre që përsëlmohen, do thotë luftë u është dhënë e drejtë për të luftuar për shkak se është të pa drejtë. Andaj Allahu azza është në anë me atij që i bëhet padrejti. Nga se zullumi në Islam ndalohet. Thotë Allahu azza wa jalla: "Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi fala tadhalimu wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalimu." O ju robëmi, e kam ndaluar padrejti vetes teme. Edhe po haram vetën mesin tuaj padrejti, andaj mos bëni padrejti se padrejti është normal, nuk ka të madh. Kutiba alaykum al-qitalu wa huwa kurhun lakum. Allahu azza wa jalla e kemi caktuar luftën. Që ajo ka në të ndodhë, edhe pse kjo nuk është diçka që e doni ju. Pse nuk e doni ju luftën? Se Allah ka dhe puna, nuk ka siguri, as ushqimi s'ka lezet, as gjumi nuk ka lezet, dhe nuk është për njerëve nuk e doni. Mirë për Allah dhe asan të kërë ushajnë Allah khërë lëkum, ma asan të hajtë ushajnë Allah khërë lëkum. Allahu jahle më antum në talët. Ka mundësi diçka që ju nuk e doni, në morali kura është mami për ju, ka njerë duhet më të lovit puna pak për më më miku. Shkon të kush, kurban, të shpo shërit. Shpeson që prej muslimanëve në shkon të gjenet shëritin. Po ka njerë më të lovit, para të të shmor, dhe të po kurban nuk bëhet mirë. Po ka mënësi, Allah dhe t'ju e doni në rehabilitimin, e doni në rehabilitimin. Si në qepë e marë lufta, po kira është të shërë, ju sjellë të shërë, është të mërtir. Nuk rrë, nuk kërë, nuk dirë dhe gjaku. Po këtë komunitet, ju më një që më të pësu fejnë, mos me dorë shumë batonin, edhe mos më ullohë për të mesereqë. Ka nërë të gjëra vidu të aktime që si o të kënë shme për nepsin, për epshin, në prisha ato punë, mirë për normalisht, jo në qështë të cilat ka hajtë të alim se të kush mundet me u bo kurban në situatat të tjera. Për shumë të kush dhëtë, ku gjeta është të lovit puna, unë e po mi mesu, po bleni, komplet manesën, ku po këto, ku po ato. Po kjo vjetën nuk është kështu Islami, ku po ato, ku po këto. Shumë të pejgamberi ka lënë çdo gjë. Kur apo puna më mbrojnë batonin edhe më mbrojnë fen Allahu azza wa jalla. Allahu azza wa jalla e ka çuitur luftën rrugën e tij, tregti e cila shpëton nga dënimi Allahu azza wa jalla. Dhe do Allahu yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dhalika al-fawz al-'azim. Ala tasiyat mu'in luft. E mbrojnë batonin. E mbrojnë vetën, familjen, derën, fejën. Allahu më thotë ku mi afal gjëmat, ku mi fut në gjenetën të cilat jetë lumej, dhe të mirohen dhomat këndshme. Dhalik e fawzu l'adhim kjo është dhura për Allah. Dhe njëri prej syve që Allah e ka bërë haram me plej gëzat me gjenimit është, syri i cili po në roje luft rrugën e Zotit. Luft rrugën e Allah të Zotit, është të përtesë dhima për parmën.
është vërtet s'ki përgatitje ushtarake, ma ki mundësi me kohë kuzhinjet lufta, ti ki se va. Ki mundësi me kohë kontrol lufta, ti ki se va, ki mundësi me borroje, që je njëri që s'dena më neq. Edhe unë një ushtri, apo unë një grup të ushtarve, ata flejnë e requt, e që vi gjumë, apo shiko pa gjumësi falli, që ti e banë duke borroje rrugën e Zotit, Allah e që ty me syve e ka bu haram, me bo gjennemin edhe me i rohë gjennemin. Kjo është probleme më. Asë një rohë haram për asë kërë, që kënë si roti, me që me e kënë. Kërë të lovit puna të shkaj kënë, që në puna se së shkuna mirë. Qatë i kërë i keni, po ki kipi kafe, keni telefon së nësë, ku më bashkohore. Po i shumë atë do të shka se, këta telefonë në punën, pike 5 në punën punë. Normalisht, lufta punë Allah dhe zë gjenë, ka pesh të marë të fejtë. Dhe normalisht nuk bëhet me personat caktuar, nuk bëhet me emocione, nuk bëhet me bukullatia që shmojnë disa njerëz. Që e dim që ka bëhet Siria, që ka bëhet vende tjera, e kanë të lovit që shumë punën edhe zapin edhe mbot, hazër e ka pejto që musliman tash me sotu Palestin. Do të bëhet udhënës fetar, do të bëhet njerëz që menaxhojnë këtë punë. Nuk shumë kjo punë se valla një video në TikTok ka pasur nuk më kështu. Ti a di më shumë për shërë se për hajë. Po le që i më shërë vete se për një personë për problemë, le më shumë për shërë dhe islamin, edhe musliman. Tu do është me bojt islamin edhe musliman. Edhe këto punë shkoj me regullë, se nuk është punë e letë në këto. është punë madhore që do regullë dhe dispozita. Inna Allah është Allah me lumine në mëfusëm dhe Allah e lumine në në gjene. Allah vazhë të thot, Allah e blejti nga besimtarët shpirtin e tyre, pasurin e tyre, me gjenet, në këmbim. Pra mra e cili ka shkullu, e ka lukë pasurin, ka ratë dëshmur shëjit, si këmbim i kësaj, Allah vazhë të një gjenetin e ti. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. Kur më shpresoj ata që përra, nuk në Allah të zonë, ka në dëshmorë se kam dhe. Ata e në gjabë të zotit, Allah e furnizon me të mira. Farihine bima atahum Allahu min fadli. Janë të knashur dhe të lumtur me ata që Allah i ka dhënë nga begatit e tij. Pastaj thot, yastabshiruna bi ni'matin min Allah. Ata gëzohen, knaqen me të mira që Allah azza wa jall do të ka dhënë atyre. Po më shkoj dhe ajete të tjera po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhenet janë 100 gradë. Allah e ka përgatitur special për ata që luftojnë rrugën e tij. Hapësira mes 2 gradave ose mos hapësira e qiellit dhe e tokës. Këto janë special për ata që luftojnë rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Normalisht lufta ka ndodhur në Ramazan. Do të shërimi i Mekës ka ndodhur pa luftë. Pastaj lufta e Bedrit. Muslimanët kanë qenë dobë realisht, edhe kanë qenë me numër pak. Edhe disa sahabi s'kanë marrë pjesë luftën e Bedrit se për një ka ndodhur spontanisht. Ka ndodhur lufta e Bedrit po. Edhe ka ndodhur në Ramazan, agjëru shumë. Në një punë e pojë Ramazan, më gjatë, unë në prisit të shkaktuja punë dhe pas dite. Unë e diqirohet më shatë zote. Ama këta ka ndalë në betej. Që pojë, të gjushmëria e lartë e provërit dhe prisit. Ka thonë për gajtë të dhëtë me dhe në nuk në për kërmesetë. Se me jara që Allah, gjenë e tasha në pazar, për e gjenë e bashkash, për e gjenë e bashkash. Së të kemi fa mkesat e njerëzit, anë mëse më dhëtë për shmëndohë në parketa, Allah vërde e të më përnu të shkasë më vërë. Këtua, atë një gjëra përnë të parketa. Unë e bëjë se vapë, të dushme bëjë se vapë, i unë e të qilo. I ka po me amirë, ku du të me shku të bendër me luftu, u krija rësullu, s'pafti bra. Jo valla i me agjëru shumë të mas bajma me se kimi rendet, e kom një prajnë për realizu, ku e qikë bashkëta s'ka pasin më amirë. U dhe në të një patë e mënë, Allah dhe të ka leju me luftu ata që pozë më juve. Edhe ku e shku bendër të nërë dhe kanë qenë ishë më pak se 300 kushtarë. A mushrikin ka qenë gati 1.000 kushtarë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pa që ka numër të madh kushtarëve jo muslimanë që përgatit më shumë fizikisht, jo përgatit më shumë pa armë, i dërgoi Allahu azza wa jall në formë të friksuar. Edhe Allahu tha laqad nasarakum Allahu bi Badr wa antum adilla. Allahu ju dëboi në luftën e Badrit, ajo ishte dopt. Kur Allah pejgamberi sa rreziku tha o Zot, nëse ti nuk i ndihmon muslimanëve në luftën e Bedrit,
Bedrin, Allah ju ndihmoi në Bedr, në një vend tha bi elfi meleke. Ju ndihmoi me 1000 meleke. E këtu meleke ka po shejtani në rrugë. Se shejtani Allah ja ka përcuar personifiku në kafsh në njeri. Edhe u personifiku formën e njeriu, edhe i ka po meleke. I ka thonë të përgjehni ata. Pse ku ikë i betejës, ku shkon? Tha, inni ewa ma la taron. Tha, ku ikë i betejës, ku levo të bëhet në shka që ju si në do e po. Ka thonë shëllime. Shëllime të përshashë që ka po shëllime. I ka po meleke të zbrit prej qjellë me shpata. Edhe të jetë mu të kopët e armirët të Allah të rëgjen, do thotë, normalisht kjo ka qenë në tim e zotit gjelëvala. Interesant me Morera, e ka thonë një fjallë dhe në këtë më përmjulli, thotë, butimtari pa është taj cili kur vjen armiku ikë, dhe frikacak i pa është taj cili kur vjen armiku u vërsullet armiku. Ate dhe në Morera, si ka mundë si kjo, tha aji që është butimtar, do thotë, aji që ikën, është butimtar dhe e zotit. Shka i vjen? Ki shku betej, ki him betej, edhe po tu të shpjaktën shpinën, shumë duhet me fosë guzim i dalë zotit për balë, nëse e i ne njerëzit loqë. Unë e di që për një njeri si dojnë nuk ta, po ka ne një njeri të dikon që nuk ta nuk du. E ke njëtë këtë punë, i ke përvjerë krarë, e ke marë se vetën, i më shtetë zonë shashë për tu të shpele beteja. O që në i ma, i kja nga kush beteja. Ande kush e kusimtari ma mështë a i cili, ja këtë shpinë muslimarë. Edhe a i cili e ne namazin kush e kusimtari është. Se të ki ku i këj betes, për Ramadanit, Iblisa ale i janë, muri i kucim, mos për janë sejtë, një sejtë, adevit, sejtë respekti, Allah e përzoni me rahmet, dhe i tha, po pikturit. Vesh një sejtë se ka po shetoni, edhe zote i dha ka të poqë. Po sa sejtë të nësi po njerëzë. Sa njerëzë i kemi që një për ullin zote Ramazan, është njerëzë Ramazanet. Edhe e dyta tha e Morera, frikacak i madhë është a i cili, do thotë, i friksohet zotit edhe nuk i betes. E ka po që armishëm njëtë matë fort, do thotë, ana do thotë, trupore fizike, ana armative, është të tut edhe jakullin me i, po thotë ma mirë për tut në që tut edhe të skushna, se me i dojnë Allah të zotët. Do thotë, pi tutës me i zotit, edhe respektit e Allah të zotët, dhe se gjënoj nga i ike ka fërpëteja o shima, nuk e pëthen shpindën shokët vetë, edhe atyre që e kanë morë këtë rukëtim, nga se e që shpëbrimi është i malë të Allahu mazë po gjekë. Mëkati shtatë, edhe i fundit, është mëkati që më nga të tregon neve që Islami e unë interesin njerëzor. Edhe të të shumë po të kërjesë në përgjësi. Kjo fejë bukur, thamë nga unë të drejtën e jetesës. Nuk ka të drejtë nuk është mja marë jetën në kuj, pa drejtësisht. Një kësisht Islami ka me në ujtë edhe gjakë, e kemi të dalun me gjithë me dhe gjakë pa drejtësisht. Ka Islami me ujtë edhe pasuri, po një kësisht ka Islami me ujtë edhe njerë. Që sot, njerëzit qështën ma të letë, qështën ma komode që kanë me shkujtë për rrjetët sociale është me për folën dhe në dikujtë. Edhe më marë me personalitetin e dikujtë. Më gati rrëmës ka të me shpifje ndaj dramët të ndërshme. Djetarët ka thonë që pse i tërgumi Zotit edhe Allahu Kur'an në surën Nur, nuk e ka përmen shpifje ndaj burëve për ndaj grave. Ka thonë për dy arsye. Arsyeja parë është që shumica e rasteve njerëzit bani në pozim me përfolën deri në grusë. Kjo ndodh shumicën e rasteve. Arsyeja e dytë ka problemaja se deri në grusë është më i ndeshëm se sa i burri. Për shembull, me azon lafin të kurin kave, filanin e poshtë për ato, me këto e poshtë filan vetit, një të mirë, shumë rramë, është të vërtet, ndikon personalitet. Kanon një kohë, harrot, ama te gradë është të ma ndishme. I ka po 3-4 ma djetë, e ka po me një një të mirë. Parë sa të t'i ka po, një mos më veqë ja përmen. Kusha përmen do? E gradë të mos përmen. Dhe burët është të teksume, është ma pak e teksume. Dhe burët lërë në efekt negativ, mirë po, ka nërë kje efekt negativ. Dhe në e për të dojnë jetën e përtishme. Dhe ulemaj ka thonë për derisa, edhe pse Allahu se ka cikë,
këtë hadith, me i datë që vjetë më mënyrë indirekte, automatikisht dhe për burën. Ose ka cekë se për nëtë është ma ndishme. Ka dorë për në regullu një aspektin e gjinjës femrone, ma thaj për të kaju të këpashkullore se e femrone është ma ndishme. Edhe ma hu, edhe në aspektin të dorë, edhe në aspektin të këndorës. Aja që ka ndohë dhe të të Kosovë, që një video, kërën për shkëm të video, është të vërtet, derdhja Gjokit, të prezidon Palestinë dhe ishme shumë. Brekja në derdhë o Palestinë. Dhe për të gjësh numërin, se qëka ka ndohë, kjo të bënë tyja me thonë të gjenë të se ka zbritje. Kjo në numër bjetë. Për të këshuja e Islami, i ka kanalizu punët. I ka kanalizu qështjet. Edhe të qështja në njerët ka ndu specialit të një, me të ka ndu që du mos prejë. Se kjo është punë e rëndë. Pse është punë e rëndë se sjellë ka osë në familje, shoshni. Dhe e në folë në dire në aspektin e moralit. Po kjo qështja përfshin edhe aspektet të tjera të jetës. Po qështja moralit është ma ndishme. Edhe ma e për të përfëtërishme. Për të arsye ka ndu sankcione feja, me të regu që nuk ka ajmora me këtë mesete. Me të regu që kjo nuk është bon s'bon, valla në dita, valla më fanë. Se sahara ka do dhe e njetë. Me dëgju lojme për njerëzit e ndershëm jo të mira, edhe kena në kutë me folë me gjyku mas njëve, i kena nga pishmon, në ka orë marë me dojnë filonit në styrë, sy me sy, pëse? Kena folë. Për të asyre po për shfaj ka për Allah asë gjerë në surën në Hujurat, ja ju e kina amenu min gjahën në fasikun, binebehin fe të bejenu, fe tusbihu ala ma fa'altum nadimin. O ju të zërë kene besuar, nëse ju vjeni njëri, edhe li asjel një habet, një lajt, fe të bejenu, vëndetone, mos folli, mos gjikoni, mos mërni qëndrim dhe i finalit, fe tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ka se thotë shumicën e rastëve kini miro pishmon, qka kini folë, qka kini gjiku, edhe shfarë qëndrimi kini marë dhe i finalet dhe dhe e ti ka uzërku islami punë, i ka kanalizu punë. Qka ka thonë? Bële të të rakuzina, mos u afrozina është. Se ku dhe afrosh, shumica të shtojnë, e dyta, për të apërtetu këtë haramu, i ka pru 4 dëshmitarë që të tërmova thërë. Nëse qëta 4 dëshmitarë nuk e ka parë me dëshmin e sy, nuk ka qenë prezent, edhe nëse që jo kënë ka ndohë, e gjykatësin njojnë me të ndryshu, dëshmin 4 njerës dëshmitarë dhe nërë me tërë shkopit, ka mundësi kjo shkryp, ka mundësi e ka poke gjuna filani dhe filanja, por për shkak se dëshmitarës kanë qenë dhe njëjtë dëshmin, ka gjykuan me tërë shkopit këta lirë. Se me të kalëcu që kjo punë ndishmosht, mos hynë aty kus duhet, mos të akuzoni, se islami ka kanalizu punë. Pasha Zotën e madhë, qeni të bimë duhet. Vesh një njeri mu dënu për shpifje. Vendit mos, më vrejë raka. Mu gjuku me shkap me islam, vesh njeri mu dënu për shpifje, ty be një karon me në dikuna me qep një bojnë edhe nëse shep lajtë të të haram. Me vetë jo s'ti unë s'ti. Ashtë e kullet. Për balë shpifjeve, e duar vëzër, e parë të të divinojnë, edhe dyta, e kena farë të obligim, me pas me ndinë mirë për një tjetër. Qysh me ndinë mirë, në meri që e dëgjën lajme e lezon, e vetë vetër. Unë se kësha u përë, ajo është pajtë së është të vërtet. Qetoni jo, shumë të bërë pak se po atë shkatu. Jesës për i balini. Së është të vërtet. Vjen një shetan për njerëzve, e raje e zalon punën. Mos e me vete më konfundë si qështje, e se vetë të ndryshme dhe në mëta. Këtu e kemi një rasë që ka do në kone e pejgamberi a.s. Rasën është të dheshëm, rasën është emocional, po unë me ndoj Allahu alem. Ky rast në Ajshë radiallahu anha në flakë një gjatë dashme, është rast që i ngushton njerëzit të cilët të nëstrovu me shpifje, të tilla në jemë të pastër, mi tregu që është shpif shpia pejgamberit, gruja ma ndërshme që ka shkelë këtë ruzu të kësorë. Një
pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka godit më të mirin e pejgamberëve, edhe ka godit vajzën e njerit më të mirë pas pejgamberëve, Ebu Bekër as-Siddiq. Andaj t'i rujmë gjuhën tona, kujdesim me çka po flasim, mos ndikohemi prej lajmeve, prej tashatemeve, sidomos në çështje ku t'jem pyetje kuna e nderin, se në përkëmbja nderin është me gjëave të mëdha, gjëave shkatuese. Allahu të mëshiri, walhamdulillahi rabbil alamin.